Presidenti Amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë e një sulmi të befastishëm kundër Iranit, duke theksuar se vendimi do të merret vetëm një sekond përpara se të vijë koha. Gjatë një takimi me komandantin e komandos qendrore të SBA-s, generalin Michael Gurilla, në shtëpinë e bardhë, Trump është informuar për opsionet luftarake kundër Iranit. Gurilla, që udhëheq Centom që nga viti 2022, ka qenë një mbështetës i bashkëpunimit me Izraelin dhe është i njohur me kapacitetet ushtarake të dyja vendeve. Burime për Washington Post raportojnë se Gurilla mund të udhëheqë një operacion të mundshëm të SBA-s kundër Iranit nëse Trump i jep urdhrin. Izraeli nga ana tjetër ka nxitur që operacionet të zhvillohen përpara largimit të Gurillës nga detyra për të përfituar nga përvoja dhe njohuritë e tij. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes konfirmoi se ushtria amerikane është gati të zbatojë çdo vendim presidencial, duke theksuar se fjalët e Trump ka peshë globale. Ai tha se Departamenti i Mbrojtjes është në gatishmëri të plotë me të gjitha opsionet natyreze, ndërkohë Trump ka planifikuar një tjetër takim me dhomën e situatave për të diskutuar hapat e ardhshme përballë tensioneve me Iranin. Ai duke marrë parasysh deklaratat e fundit për retorikën e ashpër, vendimet për një ndërhyrje ushtarake mund të jetë çështje kohe dhe sipas komentuesve çdo gjë do të mësohet vetëm kur të ngrihet tymi mbi bazat iraniane.